Megjithatë, kalkulimet e izraelito-amerikanëve nuk dolën sikur ata kishin menduar në rastin e Republikës Islamike të Iranit, nga që iranianët ishin të përgatitur për këtë luftë dhe sikur po shihet deri në këto momente, në aspektin gjeostrategjik luftën po e fiton Irani. Në aspektin teknologjik kuptohet që amerikanët kanë superioritet ushtarak, ata dominojnë qiejt e Iranit, janë duke bërë masakra të papara, duke vrarë që nga nxënës shkollash, bombarduar rafineri, fabrika, uzina, kombinate, pallate e tjerë, në mënyrë që të përdorin pak a shumë atë që izraelitët quajnë të dahia doktrin, apo doktrina e dahijes. Doktrinën e dahijes Izraeli e ka implementuar për herë të parë në luftën me Hizbullahin në Liban në 2006, kur Izraeli nuk e mund dot kundërshtarin e tij, kryen krime lufte, domethënë vret civil, terrorizon civil, në mënyrë që ta detyroj palën kundërshtare që të kërkojë armë pushim. Amerikanët po e bëjnë këtë gjë, por iranianët jo vetëm që nuk u bëjnë armë pushim, por po i përgjigjen overturave të Trumpit për armë pushim me një jo të vendosur. Edhe pse Irani nuk ka armatimet që kanë amerikanët, me raketat apo me dronët e lirë Shahid që Irani ka prodhuar në mas në vitet e fundit, është duke goditur bizneset, ambasadat, konsulatat amerikane në gjithë lindjen e mesme, që nga Bahreini, Omani, Katari, Emiratet Arabe, Arabia Saudite, Jordania. Dhe përveç kësaj, sot është dita 11 që Irani po i detyron kolonët ukrainas, polak edhe rus të Izraelit që ta kalojnë natën nëpër bunker. Edhe pse në Izrael ka një censur totale në lidhje me luftën, ne po arrijmë që të shohim video që mund të nxiren tek këtu, ku tregojnë efektin fantastik që po kanë raketat iraniane. Irani ka arritur në këto ditët, në këto 11 ditët e luftës, ndoshta me mbështetjen e satelitëve spion rus dhe kinez, që të gjej dhe të shkatroj me përpikmëri radarët amerikan, të cilët shërbenin si sytë e Izraelit në lindjen e mesme. Kanë shkatruar radar nga Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, dhe dje Hizbullahi, i cili tani më bë rreth 4-5 ditë që ka hyrë në luftë, ka shkatruar një nga radarët kryesor brenda vet Izraelit. Pra në këto momente sistemi antiraketor izraelit nuk po funksionon më si më herët. E dyta është që kur bëhen llogaritjet e kostos, një dron Shahid iranian kushton diku nga 5 deri në $20,000, ndërsa raketat që Aleanca Izraelito-Amerikane përdor për të rrëzuar këto dron, kostoja e një antirakete Patriot kushton $1 milion lart. Në këtë luftë 11 ditore, amerikanët po shpenzojnë $1 miliard në ditë, dhe deri tani ata kanë shpenzuar rreth $1 miliard. Kjo është që e ka dëshpëruar shumë administratën e presidentit Trump, nga që e para ata po kanë shpenzime masive, dhe e dyta, Irani po përdor bombën ekonomike kundër Amerikës, ndërsa amerikanët janë duke shkretëtuar dhe shkatruar qytetet iraniane, po i kthejnë qytetet iraniane sikur Gazën apo sikur Libanin. Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit, ashtu sikur në historinë apo legjendën e Akilit, ku Akili pikën e tij të dobët e kishte në thëmbër, kur flasim për perandorinë amerikane, thëmbra e perandorisë amerikane është ngushtica e Hormuzit.
Në fakt, duket sikur Irani kishte një strategji dhe po e përdor mjaft mirë që për herë të parë vendet si Arabia Saudite, Emiratat e Bashkuara kanë vënë në rrezik sigurinë e saj. A duket sikur strategjia e Iranit deri tani po ka sukses pasi po detyron që edhe vendet arabe të vënë në dyshim këtë luftë? Strategjia e Iranit po punon shumë mirë. Vendet arabe, të cilat deri më sot kanë shpenzuar miliarda dollar për të financuar bazat ushtarake që Amerika ka ndërtuar në gjirin persik, po e kuptojnë që këto miliarda dollar që arabët kanë shpenzuar nuk po i hynë në punë dhe nuk po vlen asgjë. Në anën tjetër, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani po shkatron ekonomikisht regjimet kukulla zioniste arabe, të cilat janë bërë aleate të Izraelit në vitet e fundit dhe janë bashkuar të ashtu quajturave akordet abrahamike. Do të kuptojmë diçka që vende sikur Emiratet Arabe, Dubai, Abu Dhabi, Katari, Arabia Saudite, Bahreini, Kuwaiti, janë oaze në mes të shkretëtirës. Këto oaze i ndërtuan Amerikanët me lekët e petrodollarit nëpërmjet forcës së ekspatëve apo emigrantëve të huaj. Janë inxhinierët perëndimor dhe amerikanë, janë kompanitë perëndimore, janë punëtorët nga India, Bangladeshi dhe Pakistani, ata që kanë bërë të mundur mrekullinë e këtyre vendeve. Dhe çfarë po bën Irani në këto ditë të fundit, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani nuk po i lejon këto monarkitë e gjirit persik, që janë aleate të Amerikës dhe të Izraelit, që të shesin naftë. Dhe në momentin që këto nuk shesin më naftë, këto monarki nuk kanë më burimin për të mbajtur këto oaze në mesin e shkretëtirës. Në anën tjetër duhet kuptojmë diçka, që perandoria amerikane, fuqinë dhe dominancën e saj botërore nuk e kanë vetëm nëpërmjet armatimit, po e kanë nëpërmjet armëve, dhe e kanë nëpërmjet naftës. Dhe kur nisi kjo gjë, kjo nisi në vitin 1973, kur amerikanët në atë kohë, pasi vrasin mbretin e Arabisë Saudite Malik Faisalin, i cili pas luftës së Yom Kipurit i mbylli puset e naftës amerikanëve dhe u tha amerikanëve, për sa kohë ju mbështesni Izraelin, ne nuk do shesim më naftë tek ju. Dhe nga viti 1973 deri më sot, Amerika u kthye në superfuqinë ekonomike të botës. Arsyeja pse Amerika u kthye në superfuqinë ekonomike të botës është se nga viti 1973 amerikanët e lidhën fatin e lekut të tyre, e dollarit, me naftën arabe. Që nga marrëveshja që bën me sauditët në 1973, amerikanët i imponuan gjithë botës që kur bota do të blej naftën duhet ta blej me dollar.